Pas paralajmërimit të zëvendës kryeministrit të parë Bekim Salis, është arritur një zgjidhje për provimin e jurisprudencës, ku pjesa teorike do të mund të jepet në gjuhën shqipe me kërkesë të kandidatit, ndërsa pjesa praktike do të mbahet në maqedonisht, pasi dokumentet gjyqësore janë vetëm në maqedonisht, kanë ngjallur reagime të shumta. Studentët kundërshtojnë çdo zgjidhje të pjesshme që nuk përputhet plotësisht me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ende pa parë një draft zyrtar, një gjë është e qartë, çdo tentativë për të ofruar një zgjidhje të pjesshme, një semizgjidhje apo një rrugë anash ligjit për përdorimin e gjuhëve është e papranueshme. Gjuha shqipe nuk është çështje negociate, nuk është favor, nuk është kompromis, është e drejtë kushtetuese dhe ligjore. Prandaj nuk ka nevojë për interpretime të reja, verifikime, shtesë apo procese që vetëm sa shtyjnë zbatimin e asaj që tashmë është e garantuar me ligj. Zgjidhja nuk duhet shpikur, ajo ekziston. Zbatoni ligjin, pikë. Edhe nënkryetari BDI-s Bujar Osmani kritikoi zgjidhjen e paralajmëruar nga Sali, duke e krahasuar me zgjidhje të ngjashme të vitit 1993, kur arsimi në gjuhën shqipe sipas tij ofrohej vetëm pjesërisht. Prandaj më duket e pabesueshme që 33 vjet më vonë dhe 25 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, e njëjta logjik po paraqitet si sukses. Edhe atëherë na ofroi një zgjidhje e ngjashme, një pjesë në shqip, një pjesë në maqedonisht. Ishte koha kur dikush e konsideronte veten pronar të drejtave tona dhe na jepte ato me lukë të vogël, sipas masës që gjykonte të përshtatshme. Kryeministri Risjan Mickoski thotë se ende nuk e ka parë propozimin, duke theksuar se kjo temë do të diskutohet javën e ardhshme. Па да го видиме предлогот. Јас уште не сум го видел. Мислам дека следната недела во понеделник е договорен состанок кај мене во кабинет за да биде предложен предлогот. Kujtojmë se ekzekutivi paralajmëroi se zgjidhja fillimisht do të dërgohet në Komisionin e Venecias, ndërkohë studentët shqiptar kanë protestuar 2 herë për këtë çështje, duke theksuar se nuk do të ndalen deri në realizimin e kësaj kërkese.